si për herë të parë, ansambli kombëtar i këngëve dhe vallëve popullore vjen në Angli, vjen në skenën londineze për të interpretuar. Ishte një ëndër e bukur e cila u bë realitet fal punës së palodhur të dy zonjave, ato vinë nga Empowered Women of Diaspora, themeluese, bashkëthemeluese, drejtuese të këtij institucioni. Ne I presim me duar të kitje për të na thënë në dy fjalë përshëndetse, janë Esuida Kapute dhe Alda Muska. The Generation e Agjencisë Kombëtare të Diasporës e cila na ndihmoi dhe na mbështeti në këtë rrugtimin tonë, zonjën Elmonela Xhafa. When we founded this organization, we had a clear conviction that Albanian diaspora is extraordinary asset, with women playing a vital role, preserving identity-building bridges of the cooperation representing Albania with dignity wide the world. Our mission goes beyond empowering women. 1,000 strong. It took deceit. It was... Po flas pak fjalë zemre, ju falenderoj shumë të gjithëve, diplomat, member of parliament, të gjithë shqiptarët dhe miqtë britanik që na kanë bashkuar sot. Për ne është një mbrëmje shumë e veçantë, të gjitha do të fliten në mënyrë artistike të mrekullueshme nga Suela. Unë doja të falenderoj me zemër dhe kjo është një kurorëzim I një pune shumë të lodhshme. Agjencia Kombëtare e Diasporës, e cila është një institucion varësie nga Ministria për Evropën dhe Punë të Jashtme, në momentin që mori propozimin e dy zonjave të nderuara, realisht tha wow. Decade after decade, Ka bërë një projektet më të bukura që nuk mendojmë ta lëmë vetëm në Londër, duam ta çojmë në Edimburg, duam ta çojmë dhe në Janin, anti nga vjen Ali Pasha, duam ta sjellim dhe në Tiranë.